se kultura është nivel, ka qenë nivel, të edhe është halal, nuk po thamë që tash, veç tash respekti ka ra. Të merë me menë, se në Suedi, polisi se sheh rrallë, shumë rrallë. Po këshia që të sheh diçka ne gabim, ma i të lajmëran. S'ka, polici s'ka. E po ato një rast. Leje këtuhet, më ka pas vlet një vjetë, mas një vjeti, me leje këtuhet, su bëj kema. Unë isha se ja fillova në punu me një reni, si e mora qëndrimin, mas do mujve, e mora qëndrimin edhe u punësova me reni, se më qëllaj fati që ashtu edhe u punësova, në zanat të emin, po për mësu gjuhën heq. U punësova, ja fillova, punova 8 vjenë qatë firmë, besë kur ja kom fillu, 2 fjallë që edhe ditë si kam. Me një pak të cilin e merte babai ju Këshin Fekës nga Koshtova e Mitrovicës, mbante gjithë familjen. Mirë po pasi ai arriti të hynte edhe vetë në punë, në shtypshkronjen progresi, kushtet financiare të familjes u përmirësuan dukshëm. Mirë po pas 17 vitësh puna aty, ai vendosi të emigrante në Suedi. I na konë edhe me miqë bashkë, i na konë dikën më zgabosha një 2-3 metantor krejt. Me miqën, tani me miqën unë dam, me të nëvesh me babë, na jena 6 lazen, 2 motra e në gjallë, një ka dek nishin luft. Jeta qështu jena shpërnda, që 33 vjetë jam në Suedi, kjo vlavë që bashkë që kjo qëllaj edhe kjo një vjetë para me e ka shku. Baba ka qenë punëtor edhe ai, ka qenë punëtor i Trepqes një kohë, tani në shkritore ka punuar, si mineri që ushin. Na ka mojtë tonëve, i na shkolluaj sa kina mujtë. Për ndryshe, me një rogë, na ka furnizua, na ka mojtë gjonë keqë si na konë. Unë për veti përsa unë jam maj madhe, unë ku punu në shtypshkronjë në Progres, Mitrovicë. 17 vite. 90-ën e pash që përshkojnë çdo sen të poshtë, e kom pas një rast, një vajzë, musmu, u ena në për mjekësi, çdo sen edhe mjekësia u shujke, raket e poshtë, po edhe ekonomia raket e poshtë, rrogat devalvojshin, shkojshin të poshtë, këtë vëllon e kena pasë në Suedi, shkova edhe vetë mastina, kë ka pasë edhe nevoj. Kë edhe nevoj ka pasë ushtare, kam pas denu një 4 vjetë i ka mojtë burg. Edhe unë vesh, saj për këtë ekonomisë, drejtë me thonë, 90-ën, jem dalë pe këtu. A i fletë edhe për shkollimin në të kaluarën të kësa thotë se kush ka dashur të kryej shkollën, ka mundur të bëj këtë, pasi kushtet nuk kanë qenë faktor që kanë ndikuar në ndërprerjen në shkollimit. A i fletë edhe për tash, të kësa bën krahasimin mes Kosovës dhe vendit ku ai jeton, dhe thotë se në vendin tonë është përmirësuar shumë gjendja ekonomike, sa që nuk ka shumë dallim me Suedin. Nuk ka qenë ai që ka dashur shkollua. Ai që ka mujtë, ai ka pas, dyja barabar së konkur, dikush ka pas më pak, dikush më shumë, po në përgjithësi, kanë pas. Po edhe sëtë, unë nuk po muesha, jo veç katun, ma hodha jem, jo veç katun jem, po që po muj me po, valoj, kushtet më të mire i kanë sëtë, rrugë të asfaltone, shtëpia moderne, ti me dalë qëtash, që këtu me ishe, dilën katun i kje gjithat ndërtone, gjitha shtëpia moderne, asfaltit të dera, çdo shtëpi. Kur o konë kështu, se konë kur, kënaqësi s'ka, respekt s'ka. Qa është kjo punë,
besoj, jo unë që po çudita, e jo që unë s'po di me tregu, po në biseda si për qështu, shumë. Edhe mësuesi ka qenë mësues. Edhe mjeku ka qenë mjek. Edhe punëtori, bujku, ka qenë bujk. Që në katoni jonë, ka hiri jonë, nëse, sigur që ti rethi, nësë më rëndësi. Ai që ka punue, leqe ka punue, baba jam, ka punue në Trepçeniko, ka punue në shkritore, po e ka punue dhe tokën. Sot këqyre, në katun toni një hektar nuk e gjonë të punue. Po, shi që zotit, ka. He më të mirë, vesh më të mirë, ndërtim më të mirë. Wallahi, jo Kosova, po kej Kosova, s'ka pas. Sot, po, kënaqësi s'ka, ankesa ka shumë. Ankesa. Edhe për para ka pas pasunika, ka pas të mesëm, ka pas edhe që vëbe. Ka pas. Sot, po mundohen tonë mu bo njojtë. Tonë mu bo njojtë e pa mundun. E pa mundun është. Zdi që ka të thamë drejten me të thamë, unë jetoj që 33 vjetë në Suedi. Njerëz, qytetarë, me grada, sikur këtu në Suedi, që ako mujtën e me pa, nuk ka. Ka, po jo, inxhinieri, a që është inxhinier, ta mirë banë një fabrikë, këtu apo dënë profesora, apo dënë doktora, apo dënë inxhiniera, apo dënë vetëm një diplomë e ka vjerë shpeq aty, e ka lonë, një profesor, a i do të me pas punë, një punëtor, a i do të me pas punë, një bujk, a i do të me pas punë, një mjek, a i do të me pas punë. Këtu, zoti hajrë boftë, mjeku, ai nuk është hoq me ta shkru hajmalina me ju lutë zotin, me të thonë ishala pështën. Mjeku dohet me vle pushimi mjekësor. Mjeku dohet me vle barnat. Kur ta jep mjeku, ai do të më ta sigurua, dohet me pas, me konë i sigur që barnatore janë. Të merë me me që të Mitrovicën tonë, barnatore të gjitha private. Qka ka të shtetit? Nuk i di. Shkon në barnatore, ose miku të shkon në filon barnatore, kur shkon aty, ajo privat më, ajo përfitim e ka qelë aty, për i zatë zotit nuk e ka qelë, edhe për po të shteti do të me pas vetat. Në Suedi, ta shkru në mjeku, ti veç ki me shku mi marë, që unë jo me diabet që 25 vjetë. 150 euro i paguj, në vetë, qa bohat ma tepri, unë vëshkoj marë. E këtu, po ankuon, nëse një penzion, qka del këtu, po më shkoj një loqe, po më shkoj në tu, po më shkoj në ato, krize madhe, vallaj. Pra kur të pash, në Suedi, me dalë në tesha komplet, në kravat, e këmish bardh, kanë më nalë edhe me të këqyrë kështu, quditën. Këtu, po isha punëtorët e bankës, punëtorët e postës, punëtorët e komunes, dvesht të madhë, nuk po flasë për tjera sene. E krizë, unë nuk, me ardhë, me marrën një kolegë teme, nëse një kushi temë që e kom atje, me ardhë këtu, kur t'ishe rrugët nuk janë qashtë, mija për të mira janë, me i po automjetet, me i po popullit, me i po restoranat, me spicë. Në Suedi, nuk del rroga me shku për ditë në restoran, veç aj që të rrenë. Me shku për ditë, nuk ije. A këtu, restoranat plët, dveshën, që zote do në shumë i knasën jam, dveshën të mathën, me kanë të pash me disa, të thojnë, kur të njështë të folë
50.000 euro, 100.000 euro, 100.000 euro, disa bojnë në Suedi, bojnë 1.200.000 krona, në Suedi ato jenë pare. Që ditën, ne isha ata në kursejnë, si kur na, ata punojnë, hanë, dalin, shetitin, e këtu, disa, tani, vallahi po me keq, bërkut të unë gjesh, lëmosh dohet, njerë si lypin, edhe si po ka bëllë, e kini po dhe ju vetë. Vallahi shumë kesh për para s'ka pas. Vallahi para lufte, sidomos populli jonë shqiptarë s'ka pas, tash shqiptarë, me thmi, me del, lypin. Klasë mesme që të në Kosovë nuk ka. Ka poshtë krejt, ka edhe t'i kje që të pasunika, biznesmena që asë në Gjermani, asë në Suedi, asë Finland, asë Danimark, asë Norvegji s'ka. Ti me arë, unë jam në regjen të Borosit, me arë në Borosit njëjtë automjetja jenë, këtu bën vakire edhe më të mira. Shtëpitë e shqiptarëve sipas tij kanë qenë gjithmonë të hapura për mysafir, teksa tregon edhe një rast në familjen e tij. Edhe pse kishin dasmë, kishin pranuar në konak mysafir të panjohshëm. Kur ardhë miku, kur ardhë aja, qatë natë, migjën e kumë pas ma poshtë, a i nuk në gjitë, ose me konë migja aty, baba më ka që shkothërë migjën. Ardhë migja, jo në orë tjetë kushere, a i mas pak të bille, një natë pa bujtë se kalonë. Kurse sëd, asë nuk shkanë kënë, po asë nuk dvjekush. Që dje madhe. Shumë interesant arë puna. Bile një vla jemi talët, ka pak bëha i gare. Dhe nur tash, asë dhondës po himrena, po më merët vesh me motrën, ose me qiken, po merët vesh edhe po del në rrugë po him, kërë edhe po shkën. Hënë që ka hup, ka pak dashnia, Ka hup dashnia dhe ka hup respekti dhe ka hup vlera. Vlera e miqësis, e shoqnis, e gjithave që apamojnë me po i shala sështë është. Po në jo veçën që për klasë, po për klasë shumë edhe për shohin. Që di më dhe? Po, ka ndodhë. Që një rast për ta kalëzë që e edhe kë rast, kalëzë që baba edhe migja. Se migjën e kumë pas ma të vjetër se baba. Ne këna thonë, se ditë e shtonë ka qenë ditë pazari këtu në Trojisë. E ona e Drenicës, kanë bo trekti, kanë shqit molla, kanë shqit darda, kanë shqit... Qka ja? Edhe jënë gjitë. E hala jeme qatë ditë o shku nuse. Qatë natë, i ka pas 4-5 musafir, këtu mrena asë që kanë pengu diçka. Kër o dalë sabaj, si kur këtu njëherë që o konë me nuset, asë me kajt me dalë, kër hapenin ku a vade ke pasa, u koqe në ngushtonë, jo heq mos u ngushtonë, u qunë, tha ecen, pasha zote, zdiso herë, kur jënarë, tha në masanin e përmenshin këtë rast. E sëd, unë ishala nuk vjena e ku, veç valaj, për punë të respektit nuk kam. Ukshini flet edhe për dasmat në të kaluarën, të cilat sipas tij kanë pasur më shumë hjeshi, ndërsa sot i ka humbur vlera pothuajse fare, dhe të rinjët martohen sa për sy e faqe. Koha mosha jeme i kanë gjetë edhe vetë, po unë personalisht ju. E shoqja jeme ka pas halën, motrën e babës që për kusherit emin, edhe në gjyshin e kom pas gjallë, deri vonë, edhe së da se ditë e nonën e kom gjallë hala gjyshe ka vdek, gjyshe si kom thonë nonë, e nonë si kom thonë nemen, nazife. E sot që gjallë e kom nonën hala, nazife i thëmë. Adin, më vjen keq, po o mësue, e tash edhe përqef pak mi. Po me mësit, në 75 e një martu.
Shënkon dasmat atëra, ka sa dit kanë zgatë, Darsmat kanë qenë në tajtën o nisë darsmja, të premtën, po mendoj, kanë gjetë që në tajtën a për shtunës, në kohën në tajme kërë më martuve, e shtunja, janë më ledhë kroshet, kanë bujtë, në djelen, kanë hongër, nëse darkën e kanë hongër, të shtunën, në djelen, kanë hongër cilë, një shku kanë marrë nusën, kur janë këthy, do janë këthy një për shpijat veta, do janë këthy dhe kanë hongër edhe darken, edhe në tonën, o konë jenë ledhë gratë, nusja që thëjnë nusja në ravlihi. O konë tonën, ka shërby edhe, u krye, e vërtit, ka hu vlera. Qa mendimi ki për? Ka hu vlera e vajzave, e djemve, ka hu vlera e mikut, ka hu vlera e dhonrët. Për para, këtë katoni ka një kërë ndoni një vojzë, që qëtu në katën tonin për shemull, ose ka nalë, ose e kanë qëhu, si shtojnë, këtë katoni kanë morë vesh. Sëd, ekziston mundësia, vlo, si nuk i tregan. Ndryshimet mëja, vallahi, gjelozia. Edhe gjelozia dhe interesi, dyja të bashkë. Interesi nuk e di çfarë interesi kanë, po edhe gjelozia. Edhe ka hup vlera. Si e përzinëra vlot, që vlot e lëshën grunës e ndohër për gruje. Hishtë më se bën atë punë. Për para këtë katoni ka një kër o bon një ndamje. Se bëllaf. Dhe më thonë, kanë pas vlerë. Gruja ka pas vlerë. Në thëtë kush ka do një, dikush thëtë jo, tash e jenë konë shtypne, jenë konë tash liri, jenë liri, po vlerë s'ka. S'ka vlerë, s'ka respekt. As burri, as gruja ndaj burri, as burri ndaj gruje. Shko ka dush, hajde kur dush. Së është aja. Kur jenë mledhë gratë e katoni temë, se për tjera s'po flasë. A kjo në krejtë për njëune. Kur jenë mledhë gratë për shemë me shkue në ekskurzione. Njërë të organizume gratë, fshatare, katonare, qërdu shtu i. Këtu, e në prezident, në Gjako, a nenek, më kryje në mramje. Së kone e kur. E krizë. Ku është kriza? Vesh po, math po, he po, pi po. Të në të mjetë kënaqësi ju, respekt ju. Të një edhe për pleshe, nështë për ndroj temen, edhe për pleshe është shumë shtirë. Për një, unë në nonën e kam gjallë, unë s'kam problem me nonë teme, alhamdulillah, se janë dhe vlazni këtu. Shqyqër që janë, që unë jam tash pensioneri, jam maj modhi, ju këmë thonë, lere se i kanë djemët jashtë edhe ata, lere shkani, edhe një unë i veç u shku që 2-3 herë për shkane, po këte, ku shka i thashtë, lere shtë unë jam pension, unë e rri me nonën, së është problem fare. Aba. A i fletë edhe për vitet e para të jetës në Suedi, teksa thotë se gjetja një vendit të punës nuk ishte shumë problem, e sidomos me profesionin që ai e kishte. Vështërsit më të mëdha ai dhe familja e tij i kishin hasur në mësimin e gjuhës. Disi tonë më kanë kundërshtu, se unë maj madhi, mas pari nëna më kanë kundërshtu, tani baba, tani edhe më gjallartë. Po drejtën me thonë, paka shumë, unë e pata rastin me një qik, një vjetë më ka duftë në Beograd më janë. Edhe e pash që bashkoni çdo ditë, vit 19. Ditët e poshtë, edhe vllaun e kisha, i kisha dhe kusheri, shkova mi pa që vllaun, së në këmë punu në shkoj, se tash muna me rajtje, jem koni ndje, koni je kështu, jo, unë e jo. A kë po, kë s'ka mujtë, unë e drejtar firme me pakon, këtë vllaun s'ka mujtë me më në punë, se kë ushtore kam pas drejnu. 4 vjetë, tani ka el shumë, më mbrojt liri, erdhe e majti burgun, e ka majtë në gjëra kasë. E kështu që unë
për shkak që asaj vaze më hupi vullneti këtuit. Për qëta, mjekësia s'kishtë. Bona, veç fillojsh, dinari devalvajke. Shkova në Suedi, e pash situatën që është, indira pasaportat, hip autobus, se me autobus që më shkova, hip autobusit edhe shkova, vallaj, po none, po boba, po kusherete, po gjithë, biletash, po bëj, pe ka zëjtë vërtetën, gruja është një dhe shkaj. Të është që gruja? Po, vallaj. Ajo së kom kërkon e vërtet, po, fati. Shkojsha në kurs me gjithë gruje, kur, po më thëtë, mësusja thëtë që të në shtë shkrojnë, nga të ma bërë me shku me shqyrë, mera e mësusja, më qënë aty, edhe po më vetë a qa di me punu, tha, di këtu, aji, tha, kështu kanë thonë, tha shumë, se te tha kanë thonë shumë, tha, ma bënë marrë dhe nesa, edhe ma këthej shpinën e shefi edhe shkaj, tha, ma bënë marrë dhe nesa, kur u këthyja, për, tha, ani, hajde, kur dy maqina ishin, njëjta që këmë punu e këtu, në progresi, për mua 17 vjetë të këmë punu, njëjtat, kur aj koleg jemi, jo shefi, po koleg, thëmë që këma qenë që përën të dhe s'ka punëtor. Thëmë a banë, ani tha, e marron e mantoj, letra ishë aty, gjitha ishë në aty, e mantoj edhe Kastilja, se mu kalëzu pak, po të kalëzoj drejt. Edhe elshoj maqinën, a i shefin zyren ka dytë, edhe pojnin 2 maqina, edhe ati kolegës edhe temen nene, kur mbas 10-15 minuta, po vjenë, s'pam vetë mua, pe vetë atjetërin, atë suedezin. Thotë kush, thotë, ky vëllaj, ky thotë. A që këtu? Kur, po më këshyrë një cëfervesh, po më këshyrë kështonë, në që këshyrë sa letër, po ekzemplarin e parë që e nëzjera për asoj maqine, unë se qova shefi. Edhe është kolegës, aty dhe më këshyra është në regull. Në regull. Edhe, po më vejtë, thëtë, qëtë maqinën tjetër, thëtë, aden, thëtë, mo di, thëtë, a mund është nështë pra me ardhë? Thëmë ve, edhe 2 maqina, më provoj, mbas kisha problem, se kisha provoj punë, nështë kisha provoj punë, ma shumë sa i kolega jem. Pasha zotin, 8 vjetë këmë punu në atë firmë, në që jo foj jem, po sa atje nuk shkojnë prodhimi, nuk shkojnë mirë, më shelet edhe punëtorë atje që jetë bërë kërkush, kur. Tani kur gjëjsh punë njëherë, ma pa punë atje si kur. Si pas ti, në ikjen e të rinjeve, sot po ndikon lakmia ndaj njëri tjetrit, mirë po kushtet e njëjta të gjithë nuk mund t'i kenë. A i thot se qeverit është dashur të kujtesen më shumë për fabrikat e vendit, të cilat pas luftës u mbyllen e u shiten me çmime shumë të ulta. Lakmia, për para falem që dyjaja, një fjallë popullore, dyjaja kur barbëbash së konë, as ka me konë. E tash po mundohëm tonë mu bo njëjtë. Tonë mu vesh mirë, tonë mu moth mirë, tonë me pas kjerët mira, tonë me pas shpijet mira, tonë me pas punë të mirë. Ka punuen në Trepçe, ka punuen në komunë, ka punuen dhe tokën kërë u këthyje. E sëtë, që këshërë ka tunin tonë, asë një hektar tokë s'me e gjënë të punune. Pse? Që di e mëdhe. S'punën kush, s'danë kush me punuen, tonë dënjët. Vesh feka mbjemni që kena e ma holla jo që qëtu. 22 shpi jenë të thata, si ku që të 2.000. Të thata me qelës. Se po mënën që po shkojnë në rinia? Po shkojnë. Pse? Po të kalëzaj, edhe kje është. Kafa i shteti. Pse? Vesh Mitrovica, unë sa di, sa supermarket i ka pas, sa fabrikat i ka pas.
Vesh shtypshkronja jeme që këm punu në Progresi, i ka pasë 120 punëtor kur unë jëm dalë. Progresi, e vogël kuna ja. Nuk po flasë për fabrikën e akumulatorëve, nuk po flasë për fabrikën e plehrave artificiale, nuk po flasë për trepë që mos flasë. Shkritoria, në zveçan që kuna, disa punëtori kuna atë. Ku me punësua? Shkun Progresin, vetëm oborën që e ka ble kejt ajo teknik. Rilindja o konë në vend parë, Progresi në Mitrovic o konë në rend dytë, e treta o konë Printex e Prizrenit. O shqit për hekur, e ka ble, kush ka ble nesis? I kanë marun dy ndër tesa që ato privat, vetë që me marru komuna, me fitu diçka komuna, private e ka marrë se së një fjallë populore për i cëbbu. E sëd, ajo që i mbledh kelkur, ato konë, edhe shtypshkronja i konë në zonë i konë që i konë rentabile. Për trepqe, na gjithmonë këna thonë, trepqa punën, të tërkush ndërtohet. E sëd, për trepqe për do të me investu qeveria. Me ju dhonë ndihmë që aty në pëndori që e në mitë.